Përshëndetje drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve ai orës 13 në ekranin e Report Televizion. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia i për zvendësimin e mastës së sigurisë, duke argumentuar se vjonte ekzistoi rreziku i prishjes së provave. 4 muaj pas jetimet kanë përfunduar. Velia e quajti vimin e mastës së paraburgimit si instrument dënimi pa gjyq, ndërsa refuzoi në gjykatë edhe avokatën e caktuar nga gjykata pasi nuk njihte dosjen. E hëna është afati i fundit që socialistët i kanë lënë demokratëve për të rikthyer në Komisionin e Reformës Territoriale. Në të kundërt do t'i hiqet barazia e numrave dhe bashkëdrejtimin e seancën e së martës. Por Berisha ka paralajmëruar vimin e bojkotit, ndërsa paralel me komisionin ai do të thrasë në seli grupin parlamentar. Në të njëjtën orë me mbledhjen e komisionit, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të mblidhet në seli për të diskutuar qëndrimin në seancë plenare të së martës. Një mastiv i madh gurësh dhe dheu ka rrëshqitur nga mali duke bllokuar aksin rrugor Librazh-Qaftha në zonën e quajtur Dragostunj. Rruga është bllokuar në të dyja drejtime duke bërë të pamundur qarkullimin e mjeteve drejt Korçës ose Anastjelltës, ndërsa vetëm fati ka dashur që të mos ketë lënduar. Deri në pastrimin e plotë të rrugës, drejtuesit e mjeteve po këshillohen të shmangin këtë segment. Udhëheqësi suprem i Iranit paralajmëroi këtë të diel se çdo sulm nga Shtetet e Bashkuara do të shkaktonte një luftë rajonale në lindjen e mesme, duke përshkallëzuar më tej tensione. Donald Trump ka kërcënuar se mund godasë ushtarakisht të Republikën Islamike, por mbetet e paqartë nëse do të përdor forcën. Mbrëmjen e së shtunës ai konfirmoi se Irani dhe SBA kanë nisur bisedime të cilat i quajti serioze. Në teatrin Artur Bimna, familjar, miq dhe bashkëpunëtor mbajtën omazhe në nder të aktorit të njohur Fitim Akashi, i cili u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare prej një sëmundje të rëndë nga e cila vuante prej kohësh. Fitim Akashi është babai i këngëtarit të njohur Edon Makashi, humbjen e të cilit me lot në syje përshkroi si një dhimbje të madhe.